Përshëndetje të gjithëve ju që po na ndiqni sot në Rrët e Korça. Nga shtëpiza jonë e vogël, unë ju uroj një mbasdite të mbarë të bukur. Uroj që të gjithë fëmijët i kenë bërë mësimet për ditën e hënë dhe të shijojnë gjithë të dielën nesër. Mirëditë edhe nga unë. Sot jam shumë i lumtur sepse rregullova muhabetin me bletët. Tani kam përsëri shoqje, sa qejf. Ua, po çfarë ndodhi? Lere o pumbi, e kuptova gabimin. Tani do ta tregoj kur të kemi dhe fëmijët këtu. Sot kemi të ftuar disa fëmijë të cilët kanë në shtator, do të shkojnë në klasën e parë, pra janë në grupin parashkollor. Po, janë fëmijët e shkollës Omiros, i presim. E jani kalamaja. Sa qef, po më përkëdhelen. Ua, po mua. Më thuaj si të quajnë. Si e ke emrin? Vasil. O, Vasil, a të pëlqen ty ndonjë sport a diçka? Po. Qa sporti? Futbol. Futbol! O, sa bukur, kur mbaroj emisionin do luajmë bashkë futbol. Në rregull? Papsi! Përshëndetje bukuroshe. Përshëndetje. Si të quajnë? Elisa. Elisa! Këzor, sa emër të bukur. O, sa qef edhe mua më përkëdheli. Faleminderit. Elisa, më thua çfarë të pëlqen ty më shumë? Mua më pëlqen stërvitja. Stërvitja, në çfarë stërvitje shkon? Apo të pëlqen vetëm të bësh ushtrime gjimnastike? Po. O, sa bukur! O, sa bukur. Do të bëjmë dhe gjimnastikë kur të mbarojmë. Sa qef, do të kënaqemi sot, Po, miropafshim. mirupafshim. Përshëndetje, si të quajnë? Laur. Laur, o pumbi, shko sa buzëqeshe që ka kjo më ka sjell mjaltë. Po ja të presim njerë. A më ke sjell mjaltë? Po. O, sa qef, do të ma japësh pasaj pas emisionit. Aha. Faleminderit, miropafshim. Pafshim. E fu, ja bëm flok me kë. Oj, si ka të bukra gjika. Ja ta pyesim njerë për emrin. Si e ke emrin? Jon. O, Johan, Ja, ta këzosh. më thua çfarë të pëlqen ty të bësh në kohën e lirë? Punime. Punime! Nime. Çfarë punimesh bën? Vizaton. Pa na thuaj pak. Pikturoj. Pikturon, sa bukur, pretendon bësh mua një pikturë të bukur. Po. Faleminderit. Ja mo ti çaj do po ikë. Miropafshim. Oh, Verican, sa qef. Papsi. Faci. Përshëndetje, si e ke emrin? Përshëndetje. E kam emrin Sofi. Ua, princes Sofi. Sofi, a e di çfarë do të thotë ky emri tënd në greqisht? Jo. Do të thotë dituri, do të thënë ti je shumë e ditur, shumë e bukur, shumë e zgjuar. Ja, Unë si aty mua. me pak Po. fjalë. Pa më thua çfarë të pëlqen ty më shumë? Më pëlqen sporti. Sporti, cili me çfarë sporti merresh? Tenis. Tenis. O, sa bukur. Sa kohë kemi pas dëgjuar tenis. Po, me të Do vërtetë. mësosh dhe mua tenisin. Po. Sa qef, faleminderit, miropafshim. Mirupafshim. Përshëndetje, si e ke emrin? Amar. Amar, lexon libra ti? Po. Më thuaj një libër që ke lexuar së fundi. Dhe Spider-Man. Spider-Man, Oh, sa bukur. Po tjetër çfarë të pëlqen ty Amar? Çfarë të Një pëlqen të sport. bësh? Sport, çfarë sporti? Futbol. Futboll do luaj pastaj sa mbaroj Kolektarin ti emisioni. preferuar në futboll cili është? Një futbollist që ke shumë, po shumë qef. Pimbinka, miropafshim. Ronaldo. Ronaldo, sa qef. Të falaj be Ronaldo nga mua. Përshëndetje, si e ke emrin? Atje. Etjen. Shikon filma vizat e morti? O, pa në thoj një film. Po. Simpson. Simpson. Oh. Pa më thuaj, të pëlqen ndonjë tjetër që të merresh në kohën e lirë? Luaj me vllajin. Me vllajin, sa bukur. Po mua do më marrësh një ditë të luajmë të tre së bashku. Faleminderit, sa qef do të kënaqemi, miropafshim. Më Verican. Bravo. Okej. Përshëndetje bukuroshe. O, Përshëndetje. një princese e bukur, pa më thuaj si të quajnë ty. Zoj. Zoi, e di çdo të thot emri tënd? E ti unë, jetë. Jetë, sa bukur. Mami, babi të thonë të kam jetë. Edhe ne të kemi shumë gjan. Zoi, çfarë të pëlqen ty të bësh? Të vizatoj. Do më bësh mua një Jo, do ma bëj mua, e kam unë radhën, Ku do t'i bësh?
Të dyve. Të dyve, sa qef! Shiko pak se të bukur nga se fjongo, si të ndja, shikoje. Stimja, miropafshim Zoe. Pafsim. Përshëndetje bukurosh, si ke emrin? Eros. Eros. Sa emër të veçantë që paske? Shumë të Po këto veçantë. syç ka sa të bukura që i paske, shikoj mori pimbi. A do m'japësh po një xhiro? Jo, nuk do t'jap ty fare. Ti klej të dielën nesër. Do m'japësh? Sa qef! Do bëjmë një pimbi bukur, mi bukur nga tërë në të gjithë botën. Sikur të kishin edhe ne kaluar këtu. Hana thuaj me ka ardhur. Me Eros. Oh, pas ka ardhur me vllajin. Sa bukur. Sa bukur. Ha më thuaj, au kënaqë herën e parë në emision? Po. Kush të pëlqevi më shumë? Me të drejtë. Pimbi apo pumbi? Pimbi. Pimbi, sa qef! Mirupafshim, të kam shumë xhan. Bye bye. Okej Xhaxhi, nuk e kemi nisur me Eduard Trokitje, po e kemi nisur me Okej Xhaxhi. Xhaxhi është si gjithmonë, Xhaxhi Albani, që është operatori që na shoqëron në çdo emision dhe gjatë prezantimit ta po bëni shumë zhurmë, ndërkohë që prezantohet njëri pas tjetrit, Xhaxhi Albani mbante qetësi dhe si u thoshte, edhe njëri Alban si thoje? Qetësi! Ju përshëndes dhe në këtë të shtunë të gjithë ju shikues të vegjël që jeni pozicionuar përpara ekranit të RTS Korçës në emisionin Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël. Unë dua t'ju uroj mirëseardhjen fëmijëve, të cilët janë nxënës të klasës parashkollor në shkollën greke Omiros. Mirë se keni ardhur të gjithë. Okej, në rregull. Okej, kemi nisur me okej. Përshëndetje Pimbi dhe Pumbi. Përshëndetje. Okej, Në rregull. Dakor. U pa puna si do vazhdoj ky emision nga fillimi deri në fund. Okej Tea? Okej Jonida. Ju përshëndes të gjithëve të dashur teleshikues. Përshëndetje Jonida. Okej Pimbi dhe Pumbi. Okej. Uroj t'ja keni kaluar sa më bukur këtë të shtonë dhe jam shumë e lumtur që prej fillimit të muajit shtator e deri në fund të këtij muajit prill. Ju fëmijë vegjël dhe ju prindër, gjyshe dhe gjyshër, jeni shoqëruesit tanë më të mirë çdo të shtunë në ekranin e RTS Korçës në orën 17:00. Ju e dini që në çdo puntat emisioni ne kemi një temë dite. Herën e kaluar ishin fëmijët e Kopshtit, kurse kësaj radhe dhe pak të rëmujën që u bë. Por kësaj radhe janë pak më të rritur, disa prej tyre do të shkojnë në klasë të parë këtë vit, apo jo, shtatori do t'i gjejnë në klasën e parë, disa të tjerë përsëri në parashkollor. Por atë që kanë dëshirë të gjithë fëmijët janë filmat e tyre të preferuar, filmat animuar, filmat vizatimor, por dhe personazhet. Dhe ne do të flasim sot për personazhet e preferuar dhe për filmin e tyre të preferuar. Por dua të kujtoj diçka që na tha Pimbi në fillim të emisionit kur u prezantua, të kujtohet Tea që ka rregulluar muhabetin me bletët. Por pas prezantimit dhe pas bisedës që do të bëjmë me fëmijët, dakord Pimbi? Do na i tregosh të gjithë Në historinë. rregull. Mos e haro. Jo, nuk do ta harroj, do ta kujtoj unë. Po, do ta kujtojmë ne. Eros, merre mikrofonin dhe më trego pak, shohim tek kamera drejt atje dhe më trego pak, cili është filmi jot i preferuar që ti e shikon gjithë qef? Flas me mikrofon? Atëherë jam pak të vegjël, unë do t'i ndihmoj me mikrofon, ma jep mua mikrofonin, e mbaj unë dhe ti vetëm fol. Shohim drejt dhe flasim. Cili është filmi jot i preferuar? Kthehemi drejt të shohim këtu. Cili është filmi jot i preferuar? Mendo njerë. Jo. Jo. Film. Filmi, cili film është? Me Spider-Manin, apo Batmani, apo... Na i kujtojmë vllajin? Kë ka vllai? Simba. Simba, një sekond, Simba. Çfarë të pëlqente Simba ty? Që ishte një luan i O, madh? Simbën e kemi sokin e? E keni shok, po ishte një luan i madh? Dhe në fund u bë mbret? I gjungl. Mbreti i xhunglës. Po mirë, po personazhi jot i preferuar cili është? Apo unë di që ty të pëlqejnë shumë insektet. Çfarë ke dëshirë të bëhesh kur të rritesh ti biolog? Do merresh me kujdesin ndaj insekteve, do t'i eksplorosh, do t'i zbulosh? Në rregull, është pak i urtë. Kurse kemi Erosi, vllajin kurse Dike. kemi vllajin që na vjen nga era e kaluar, si duket u kënaq shumë dhe na vjen përsëri. Foti, Edhe ky besoj i urtë. Foti, më trego pak, mbaj mikrofonin vetë, se ti u mësove tani. Foti, më trego pak, cili është filmi jot i preferuar që ti e shikon me qef? Ujku.
Ujku, përsëri ujku. Përse të pëlqen ujku? Ujku te kësulkuqja të pëlqen kësaj radhe? Jo. Po Po ku? cili ujku? Ujku e Halloweenit. Ujku i Halloweenit. Në Po rregull, përse të dakor. pëlqen ujku të? I ka sytë e kuq? Apo është i fort? I gërsi është ujku? Po, ja Ujku ku kemi është vetë. e gërsi. Po ti, E bona dhe sa për Halloween. e doje Ne pra doni Halloween. masë për Mirë, Halloween. në rregull, më trego pak, cila është lodra jote preferuar? Londra. Po, që Ujku. luam ti. Ujku. Ujku përsëri. Ujku, nuk ndahemi nga Nuk ujku. ndahemi nga ujku, në rregull. Pas Erosit fotit, radhën e ka Zoi Sykaltra. Zoi, kthehemi këtej të lutem. Ashtu këmbët e bukura dhe shohim te kamera drejt. Zoi, më tregu pak, cili është filmi joti preferuar? Masa. Masha dhe Ariu. Kush të pëlqen më shumë, Masha apo Ariu ti Zoi? Sigurisht Bimbi. Masa. Ja, një Masha sekond na ta pëlqen. dëgjojmë. Jo, Prit, Po Masha prit. pse i të pëlqen pëlqen Masha? Masha të bën aventura? Masha është si kjo, po. bjonde. Është si kjo Masha. Po mirë, je Trazavace si Masha ti? Po në Jemi shtëpi bën shumë. rëmuj? Baj. Po në Boj. kopshti? Në Në parashkollori. parashkollori bëjmë rëmujnë? Shojmë drejt. Bën shumë Bën Sofi? shumë, prandaj Wow. pëlqen Masha. Wow. T'ju them një kuriozitet? Zoi, Unë i ngjaj më shumë Arushit të Mashës. nga ngjyra po. Nga ngjyra po. Zoi, më trego pak, cila është lodra jote preferuar që e ke shumë gjanë dhe luan për herë? Në tabletim. Tableti. Oh, kushta ka bler? Tezja. 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 Po çfarë luan atje ti? Cila është loja e preferuar? E mbajmë pak bukur mikrofonin që të dëgjohemi? Çfarë luajmë në tablet? Çfarë luajmë në tablet në Zoi? Një lojë të preferuar? Cila është loja? Luan ato kukullat ti që i veshit, zveshit, ndron veshit, i rregullon, Po. juve kapele, manikyr, këpucë Ju të bëjmë bukura. zonjkat. O Jonida, Një lojë si ajo, po nuk ka manikyr. Nuk ka Nuk ka manikyr. manikyr. Në rregull. O, Jonida, dakor, them diçka. Po. me qenë se Zoi ka tablet, atëre, në qofë se hynë në YouTube, mund të shikoj emisionin Bimbi, Pumbi dhe Miqtë e Po, Vejgjël. normal. Kam fshirë sepse nuk punon fot që punon në vende të tjera. Po, Do ta do të luajmë. të tjera. Do të Po, thotë ja ta ka luajmë. lënë me loj pa internet që Zoi të Po. mos eksploroj. Në internet. Faleminderit Zoi, mikrofoni kalon Etjenit. Etjen, mbaj Etjen. zemër. Etjeni më i heshturi deri më tani. Nuk e di si është Etjeni, po si është Etjeni në Kanë gjarë shkollë? nga mua. Sofi po na thot për të gjithë. Sofi po i Po. nxjerr të gjithë, në rregull. Etjen, më trego pak të lutem për filmin tënd të preferuar dhe për personazhin që ti e ke shumë gjanë. Mario, ja. Mario, ti Super je Mario, Super ja. Mario. Oh. Cila të pëlqen loja e preferuar që bën Super Mario? Sa i bën disa? që kam në kopë është Mario, ja. Po, e mbaj mend edhe një shok nga era e kaluar, që nga Siari, Po. e pëlqente Super Marioja. Etjeni, të Çfarë pëlqen kur loja? Super Marioja hidhet nga një Nga një lartësi në mur, një në një mur tjetër? tjetër? Po më pa dhe filmin e pa dhe filmin e dytë. Kemi parë dhe filmin. Sa i shumë bukur. Çfarë të ka pëlqyer më shumë tek filmat? Dhe filmi dytë më ka pëlqyer që gjithën motrën e Piçit. Gjithë motrën e Piçit. Po, shumë e bukur. Po mirë, Etjeni, më thuaj pak, cila është lodra jote preferuar? Atë që luan gjatë gjithë ditës ose që luan edhe me shokët, se ne kemi thënë që gjërat mundi t'i ndajmë edhe me shokët, që të bëjmë një lojë sa më të bukur dhe të kënaqemi më shumë për një kohë të gjatë. Ti ndan lodrat me shokët? I ndajmë në Jo, lodrat thot me Joani, shokët? këta i nxorën zbuluar të gjitha të njëri O tjetrit. Jonida, unë i ndaj po përveç mjaltit. Ja, Sofia do t'ja japim ekskluzivitetin e ankesave. Kur të kur thot t'i vi Sofia rada. ti ja e kuklën, lodrën? Jo, nuk Mi- ti je po mi- Sofi? Kur si bie vjeta me të Wow. Pra nuk ta e Në Etjeni të bëj një pyetje. Ja, Etjeni, ka Pumbi, shojmë te Pumbi atje, ka një Pumbi një pyetje për ty. Forca. Po të kishe ti një lodër tani në këto momente, kuj do t'ja ipje? Pimbit apo Pumbit? Pimbit, sigurisht. Jo Pumbit. Pimbi, Ah, të duan Pumbi. pastaj. Pimbi. Nuk paske shumë për kraje në 3 emisionet e fundit, Pumbi,
Po. Ka ndashur të gjithë Pimbin dhe e forta është ata që duan Pimbin janë të gjithë si Pimbi. Pimbi dhe ata që duan Osa Pumbin që- janë si Pumbi. Kështu që Domethënë, kësa radhe, të mirët në botë, në tre në radhët e Pumbi, Jo, fundit kanë nuk rashë është për vërtet, Qamarokun nuk të është e gjithë. vërtet. Mikrofonin e ka Mikrofonin e ka Joani. Joani. Unë me Joanin i pas kemi bërë flokët njësoj sot, apo Po, jo? kacurela, të tre kacurela si thua kemi ti, bërë. Pa Joani? i ka bio, ne kemi Po, me mash. atë do i Ky thoja, është si thua ti? ndryshimi. Ti i ke bërë si unë apo unë si ty? Kyse i ka edhe Ja, na je përgjigjen Sofi. Si i thej Sofi? i ka edhe në shkollë. I ka edhe në shkollë, po në pra, shkollë, pra ja ka marrë unë. bio, ja ke marrë ti. Po. Ja ke marrë ti. Edhe Erosi, Edhe po. Erosi. Joani, ma trego pak. Po, zemër. Joani, më trego pak për filmin tënd të preferuar. Pinoku. Sa bukur. Të pëlqejnë të gënjeshtrat e Pinokut? Po. Po. Po Pinokut ju zjat unda shumë. Ti thua gënjeshtra dhe të zjatet unda? Thua gënjeshtrat ti? Apo jo? Po më pas Jo. kërkon falje ti? Kur bën një gabim apo një gënjeshtër i thua më fal? Themi më falne? Po, besoj. Udhu edhe i ka më parë. O, sa bukur, po. Shumë bukur. Të thuash më fal, Sofi, tregon ne edukat. kemi- Po. po. Tani më trego pak, Joani, nga gjithë filmi Pinoku, cili është personazhi që të pëlqen më shumë? Gjepetoja. Gepetoja, Oh, gjyshi, Carlo qa. Gepetto, Po. baba Gepettoja. Po pse të pëlqen ai ty? Se drurin e kthevin në njeri. Njeri, Të ja lumë. kthevi zana drurin në njeri, Po por dhe ai arriti ta kërkoi, gdhënte. Ishte një gdhëndës shumë Ai shumë i mirë. kërkoi që t'ja ktheni. Joani, Edhe do të çfarë të pëlqen ty të bëhesh kur të ritesh? magjistar. Magjistar, si Shpresoj të magjistari bëhesh Ozit? magjistar. Si magjistari Ozit? Po. Joani kam një pyetje. A mund të bësh një Kush magji është- që të nxjerrësh një qyp me mjalt? Do bësh një magji një qyp me mjalt kur të ritesh? Po. Po, do sa bëj, qej, do faleminderit. Joan, kisha një pyetje, kush është shoqja jote ngushtë në kopshti? Sofi, po, në Prandaj kemi rregull. lënë dhe bashkë se vetë kërkuan të rinin. Shumë mirë. Atëherë, Joani, po një lodër të preferuar keti që e ke shumë qef? Që flej gjithmonë me atë. E teatrit. Ja di Ka Sofi. pembin, ka Di pembin. Sofia, ti qita di Sofia. Mirë, ja do ta dëgjojmë pak Joani. Kë kemi ne? Trego zemrë, kush të pëlqen ty më shumë? Cila lodër? Cila lodër të pëlqen më shumë? Me kë riti më shumë, me kë lodëri në kopshti? Me kë luan tek shkolla? Me cirk. Me cirku. Pra kemi arushët e cirkut. Kemi arushët e cirkut. Okej, Jeri ja japi dhe mikrofonin Rama Sofis. Hajde tani. Tani, Shpalose talenti. tani, çfarë do them ne? Tregoj gjithë tash themet e Çfar- grupi. Po, na i trego, çfarë bëni në parashkollori ju? Çfarë bën ju një ditë? Shmendi mësus. E çmendi mësuesen e para, e dyta. Çfarë bën? Hajde Sofi. Që bajmë. Po, ç'bën? E para ishte tha Joani e çmendi mësuesen. E dyta. E dyta, si shmendim edhe mësusen tjetër. Të dyja mësuese. Tani, në shohim te kamera drejt. Më thuaj Tjetër? pak. Si kanë emrin mësueset? Katerina edhe Eleni. Po, ju japim një përshëndetje dhe një puthje të gjithë Edhe një mësuesve. përshëndetje, Edhe një përshëndetje mësuesve. Ashtu. Shumë bukur. Tani, Na trego pak. na trego pak ti të çfarë ndodh në atë klasën tuaj. Adje, rini Shohim drejt. Çfarë rim ne? Rini urtne. Rinë urtë. Ju thot mësuesja kështu apo thoni ju? Na thot mësusja. Na thot Na thot mësuesja. mësuesja që Po ju rinë çfarë bëni? Rini? Jo. Jo, nuk rim. po. Bëm librat. Bëni libra? I ndani libra. Me po, çfarë loje do më luan tregosh ti? Do më tregosh ti? Unë luaj me Joanin Po me çfarë loje Cirk. luan? Cirk. Ja, me Joanin. Mërzitet. Mërzitet? Pse mërzitet Sofi Se Joan? kë më thonë një teatër që s'kam qefun. Një teatër që s'ka Po qef si- në rregull. Po s'kam qefun. Dakor, shiko, duhet të plotësojmë edhe kemi të dëshirat e dyja, njëri po. tjetrit. Një do luajmë teatrin tënd të preferuar, një Një të të Joanit, Mançan. një të shokëve të Po tjera. jam Po, plotësoj këti. O, Jonida, Ua, urdhëro shumë Pimbi. bukur. a i njeh këto mësueset ti? Jo, po, vallai, që nga fantastike. Kam dëshirë të ndroj shkollë, të shkoj në klasa e këtyre. Po mirë, mësuesja ka 10, 12, 15 sa ka që Po edhe një su beqameti. edhe një supëshameti. Po, se ka le bukur me Ai këta. do të shpia unë. Do Po, të do të shkojë shkojë Joani, Joani. dakor. Faleminderit. Dakor, nesër është pushim, sot nesër është pushim, është e shtunë e diel, të hem Hen. në mëngjes Do të në grupi shkojmë. parashkollor të shkolla Almiros. Ti mund të Faleminderit, shkosh te grupi faleminderit. i Joanit dhe i të gjithë Do familjet. ngelesh prap i vogël Pimbi. Në S'ka rregull. problem. Atëherë, Sofi, flasim pak për filmin tënd të preferuar, Filmi im është Willy Wonka. Jo, personazhi është Daisy. Prit.
Willy Fillon mirë me Wonka. filmin. Willy Wonka fabrika e çokoladave. Fabrika e çokoladave. Po përse të pëlqen kaq shumë kjo fabrika e çokoladave? Se ishte një djalë i varfë, po ishte shumë i mirë. Por ai Willy Wonka i fali të fabrikën e çokoladave. Po mirë, ti do doje të shkoja aty në fabrika e çokoladave, të haje Po. shumë çokolata. O, do Po. të Se thënë pak më mua parë ku më të shkoj themua në që nuk fabrikë. doje ti të thoje, të shkoje? Apo e ndryshua mendjen? E ndryshuam. E ndryshua mendjen. Po personazhi jo ti preferuar? Daisy dhe Donaldi dhe Miki dhe Dhe Mini. Miki, Janë po. shokët e pandar. Edhe Pluto me Ulfin. Janë shokët e Ti pandar. di më së miri. Po i di se po të kesh fëmijë të vegjël gjithë ditën ato do shohësh, gjithë ditë përmend. Në rregull, Sofi, ti merresh me sport, se i the Pimbit që merresh me Me tenis. Po, mere me tenise me taekwondo. Me dy. Si luet tenisi, Sofi? Ma thoj pak si e bën ti Si e rakete? bëj dorën kështu? Njërë Ja, te, kështu, njërë te. njërë Në te, rregull. kështu e luajmë Mirë, tenisin. ja japi mikrofonin. Shokut. Na. Amari. Sofi çpate me? U lodhe. U lot së foli. Edhe ky është hati vështirë, Sofi. Atëherë, Amari, shojmë tek kamera me dritë të kuqe Dhe dhe themi? më trego pak për filmin tënd të preferuar. Ma jep Jonës këtë? Spider-Man. Pak më vonë. Spider-Mani, çfarë të pëlqen që shpëton gjithë qytetin apo që Që e bën është atë një dorë? Si hero? e bën dorën kështu ai? Bën njëherë ti? E bën Kështu kështu. e bën Spider-Mani. Kush të Të pëlqen lumë, si e tjetër bën? përveç Bravo. Spider-Manit? Apo vetëm Spider-Mani? Vetëm Spider-Man. Vetëm Spider-Mani. Vetëm Spider-Mani. Ke kukulla Spider-Man si? Ke personazh? Nuk ke lodër? personazh? Foti Mami kishte Turgjeni erën e personazh. kaluar. Po, Foti Po, kishte erën e kishte kaluar. Spider-Mani. Kishte edhe Priami dhe dy të tjerë. Po. Po, në Ua, sa rregull. shumë. Atëherë, më trego pak të lutem, me çfarë luan ti gjatë gjithë ditës te shtëpia? Me maunën. Me maune? me Sa makina? maune ke? Një. O, do më kolovitësh mua Do t'i bësh njëre. një xhiro aty Po, të motër tyre ose filmit vllak, dhe hiti? puthit? Po, Kemi një motër ose një vllane? motër, luan me motën apo është e vogël? Është e madhe. Ah, Pra, luan i apo di jo? të gjitha të dhënat. Jo, nuk jo, luan. jo. Nuk na pëlqen. Po shoku jot i preferuar tek shkolla cili është? Glauku. E ka dhe kushuritë në kemi rregull. kushuri, Shumë bukur. shumë bukur. Shumë. Basilin pastaj kemi shok, në rregull. Ja japi mikrofonin. Po ja u la më mikrofonin tavolinës këtu, e sigurt. Këto flokët shumë Ajo ka flokët shumë të bukura po. dhe ka vendosur I kalojmë kapsa. se para që ti shikoj. Ja, të le mikrofonin. Po Johani si ka flokët? Johani si SpongeBobi ka. Si SpongeBobi Ja, ka. Në Johani rregull. ka si... Jo, si SpongeBobi, si SpongeBobi. Në rregull, më kemi trego një son, pak kështu. emrin të lutem. Elisa. Elisa, më trego pak e dashur. Flasim përsëri për librin tënd, për filmin tënd të preferuar, cili është ai? Irusha. Ju që shikojmë drejt. Sa e bukur, më trego pak pse të pëlqen Irushja. Se më pëlqen Irusha, më pëlqen. Të pëlqen Isha Irushja? Irushës, po. Aha. Po, se je bukur vetë, thot Johani. Atëre, Elisa, Po. Irushja në fund, u martua nga një vajzë e varfër, u martua me një super princ, u bë një princesh, E di se kishte e një fustan shikoj, gjigant, aq të bukur me ato flokët e ngjyrosura, ato fytyrën e pikturuar. Kishte të pikturuar. Po si e kishte? Kishte. Ti që do bëhesh magjistar, vajzave ashtu t'ja u bësh fytyrën? Jo, do ja u bëj si palaço. Si palazzo, lere, e kishë muhabetin. Më trego pak tani të lutem, Elisa, Zoi, ulemi Zoi, shojmë Foti, drejt. ulemi ne? Foti, e shojmë drejt e kamera. Atëherë, më trego pak Eliza, Elisa, më fal. Elisa, të lutem, më trego pak, po personazhi jot i preferuar, tham filmi është Irushja, po personazhi që të pëlqen? Poni. Poni. Përse të pëlqen poni të? Po se dy. Apo të pëlqen kuaj, të pëlqen kuaj të? Si kal poni? Pa të bishtin si e ka poni? Me ngjyra? E ka një poni tjetër. E ka një poni tjetër. Po cili poni të pëlqen të? Roza. Roza, shumë bukur. Ja japi mikrofonin Glaukut. Glauk. Glauk, një emër shumë të bukur, një emër, e di që ke një emër mbreti ti?
Një mbreti shqiptar Mbreti shqiptar shumë të bukur dhe një mbret i cili ka bërë histori sheku i përpara. E ke parti? Ose ta kanë treguar prindrit? Ta kanë treguar historinë? Jo. Jo, në rregull, kur të shkosh te shtëpia, thoj më tregon historinë e mbretit Glauk. E emrit tim do t'i thuash. Glauk, më trego pak ti për filmin tënd të preferuar dhe për personazhin. Filmi im i preferuar është Ujku. Ujku, edhe ty të pëlqen Ujku. Ujku apo Ulku? Ujku. Ujku. E pa më thuaj pak si ben ujku. Au, po në ujku. Po mi, çfarë di ti për ujkun? Kur del ujku? Një sekondë. Kur është natë? Kur është hëna e plot, apo kur është hëna e plot ulëret. Po. Në rregull. Më trego pak personazhi që të pëlqen më shumë? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Ja ku e kemi ne Mickey Po, dhe ja Mini. ku e kemi. Ja ku janë Mickey dhe Mini. Në rregull. Ja, Më ja, trego dhe një sekond, ta pyesim dhe për diçka Okej. tjetër. Thoti. Sofi, ulemi Sofi? Ulemi Sofi, ta dëgjojmë dhe Glaukun dhe Vasilin dhe më pas do kalojmë në publicitet dhe do pim pak ujë. Po. Më trego pak Glauk, cila është kuklla jote që të pëlqen më shumë, lodra jote që të pëlqen më shumë, më fal. Me çfarë luajmë ne në kopshti? Çfarë luajmë, me makina, me motor, me maune? Me varka. Me varka, sa bukur. Të ta bëj një pyetje? Ja, Pumbi bëja pyetjen shokut tjetër. Hajt, forca. Cila është pyetja? Vasili, shojmë te kamera drejt me lam të kuqe, zemër e bukur dhe më thuaj Kë pak. ke shok të ngushtë ti është pyetja ime? Që rri më shumë në parashkollor. Glauku. Glauku, me çfarë luan me glaukun ti në parashkollori? Me çfarë loje, ose me çfarë makina, me Spider-Man, me çfarë luajmë ne? Me qena. Me qena, pse ju pëlqen kaq shumë kjo loja? Na i shpjego dhe ne Vasilit që ta shikojmë? Sepse kam në shtëpi. Sa qenë ke ti në shtëpi? Një. E Si ke e ka kështu të emrin? vërtet? Si ka emrin thot Pumbi? Askan. Askan. Wow. Askan. Askan. Shojmë drejt e Jo Askan, Askan. Askan. Si Askan. kemi? Askan. Në rregull. Në Do ta rregull. dëgjojmë, do ta dëgjojmë po. Do ta dëgjojmë. Shojmë drejt te kamera, të lutem, dhe më thuaj cili është filmi jot i preferuar? Batmani. Batman. Çfarë të pëlqen te Batmani ty? Sepse mbron një. Po makina e Batmanit të pëlqen që zhndrohet në 100 gjëra të ndryshme ka brenda makina e Po. tij. Po. Po ajo pelerina e zezë, ajo maska me undçin kështu dhe me ato veshët. Të Të pëlqen? pëlqen? Na pëlqen shumë. Po mirë, kur të rritesh ti, nëse do ishe një superhero, si cili superhero doje të ishe? Si Batmani. Si Batmani, të lumë Vasili. Në rregull, atëre dëgjoni pak, ju kujtohet Pimbi që tha se kishte bërë Nuk kishte ta bërë- haruan Pimbi. Unë tha se kishte bërë harua. paqe me bletët, pa ta dëgjojmë pak. O Pimbi, më thuaj pak, si qëndron ai muhabeti me bletët? O Jonida, dhe ju o fëmijë të dashur. Dëgjoj pak, Zoi, më fal Pimbi, më fal pak, Zoi, foti, dëgjojmë pak Pimbi se Foti. ka një histori shumë të bukur, ai ka ndodhur diçka aty, dëgjojeni pak. O Jonida dhe ju fëmijë të dashur, unë kam bërë një gabim të madh sot. Çfarë gabimi? Na i trego pak. Doja të haja mjaltë ato Po. ditë të pushimeve dhe duke futur putrën time në koshere, erzova pa dashur. Ua. Po pasaj më doli mbretëreshë dhe më tha, përse na shkatron shtëpinë tonë o Pimbi? Sa u turpërova unë, ju thashë, më falë, por ato me shumë sjellje më thanë që do të jepnin mjaltë të mirë, të freskët, sa herë që unë të doja. Mjafton t'u a kërkoja dhe mos ju avidhja ato, sepse është një veprim i keq. Po ti kuptove gabimin dhe kërkove falje? Po, Jonida, e kam kuptuar gabimin dhe tani kam shumë shoqe të gjitha bletët dhe mësova që shumë prej tyre duke kuptuan të mbledhin nektarin e luleve, unë i shoqiroj në për livadhe dhe i përzej grerzat që ato të rinë reat e të më bëjnë mjaltë të shumë të mirë. Bravo bukur, Pimbi, jam të lumt, të shumë lumt, krenare Pimbi. për ty. Faleminderit, Po ju faleminderit. fëmi e kuptuat që Pimbi bëri një gabim dhe kërkoi falje, pra çfarë duhet të themi? Çfarë duhet të themi ne kur bëjmë gabime?
Më fal. Valatkini. Po, Kë i pa pak kemi? mikrofonin Kë kemi, Vasilit. Vasili? Po Vasili, më thuaj, kë ke shumë qefti? Olesenu. Kë? Olesen. Olisena? Oliseni, në rregull. shumë bukur. Pse të pëlqen ai ty? Sepse futbollisti i mis. Ah, dakor, shumë mirë. Shumë mirë. Okej, Xhaxhi, në rregull. Me Xhaxhi Albanin jemi rikthyer përsëri në publicitetin dhe me okejin e të gjithë fëmijëve jemi rikthyer për lojën tonë. Këta janë pak më të rritur, kështu që ne kemi zgjedhur një lojë të bukur, siç e shihni, ne kemi bërë edhe një herë tjetër këtë lojën. Kemi disa figura të ndryshme me kafshë, me sirena, me gjëra kështu të vogla dhe ju do t'i zgjidhni. Jo si pas ngjyrave, Vasili, më dëgjoni pak, Lauk, Sofi, më dëgjoj Jonën. Jo sipas Jo ngjyrave. si pas ngjyrave, por si pas kafshëve. Cili grupi zgjedh më shpejt të ngrej dorën dhe shpallet fituesi. Grupi Në rregull. Fillojmë një. Një, grupi 2, 3, fillojmë. filloni! Forca. Me qetësi. Majmun, gjiraf, Kemi gjiraf. gjirafën, me gjirafën. As një ndim Tea. Tea po bën me ile. Mos Tea po bën me zihemi, ile. mos Nuk bëj jo. zihemi. Joani, ulemi. Kës po i kupton? Shikoja, gjirafat janë bashkë. Ka lerini. Majmun, ky është elefant, kjo është deve. Shumë bukur. Stop. Mbaruar. Ndaloni një herë, stop. Mbaruar. Skuadra këtu fitoj. Stop një sekond. Kush fitoi? Cila Një skuadër? sekond. Ja ti shikojmë. Devet në një grup. Jo, pse i keni bërë lamshu? I kam bërë, Stop. nuk i kam bërë të Pse i keni gjitha. bërë lamshu? Pritë. Jo. Shikojmë Ja, dhe grupin e sirenat, dytë. majmunët, s'lidhje kanë sirena me majmunët. Ja, Këtu s'ka, majmunët s'ka janë këtu. në Vazhdoni, shpejt, vazhdoni. Vazhdoni dhe pak. Vazhdoni. Grupojni devet në një vend. Mos i ngapro. Grupojni. Jo. Jam mbaruar grupi këtu. Mbaroj grupi par, prit. Tani. A mos e bëri me ile. Edhe grupi devet këtu. në Sofi, një jo në dorë zemër, në tavolinë, lëshojni në tavolinë. Devet. Ulemi Etjen, ulemi Joan. Kemi drerët. Atëherë, shojmë. Stop, Majmun. skuadra e parë. Kemi gjirafat, kemi majmunët, kemi majmunët përsëri, Mbaroj koha. kemi kaprollat, kemi devet, Po gjirafa po me pije. Bravo, i Ska bëndën gjë, ne. kemi dhe sirenat. Grupi parë fitues është grupi i Zoit, Fotit dhe Erosit. Lumtur. Japim një duart rokitje Një duart shokve. rokitje patjetër. Bravo. Grupi i dytë fitues është grupi i Elisës, Glauku dhe Vasilit dhe grupi i tretë Është fitues Etieni, përsëri. po fitues pra. Të gjithë do me jemi thënë, fitues. Vendi par, se ndryshe nuk bëhet. Pra, Pra të gjithë vendi keni par, vendin e tavolina e parë. parë, vendi par, tavolina E e tretë, e tretë, vendi par, tavolina si e pas- Me dytë. pak fjalë fitovi vetëm pimbi ndërsa pumbi humbi. Po. Dakor, fitoj vetëm tavolina e pimbit. Okej. Shumë mirë atëherë, ne jemi pak afër mbylljes së emisionit dhe do të themi vjershat apo përshëndetjet. Keni përgatitur diçka ju? Kemi vjersha, po. Do E ta nisim nga Vasili. Forca Vasili. E nisim Lem nga këto Vasili. Dhe themi vjershën do shikojmë drejt. Shojmë drejt atje Vasili. Tani qetësohemi, i lem pak Forca këto Vasili, themi vjershën? Haj, thoje vjershën. Po vetëm nuk do lodh. Si është vjersha Vasili? Ka vajtur Joani, ka vajtur, dal ta E dëgjoj. kujtojmë vjershën? Mirë, Vasili, Nuk e sa na kujtoj. kujtohet vjeshta, bëjmë një përshëndetje, Përshëndetje. Kë Mamin, përshëndesime? mësuesen, shokët, këtë duash ti. Këdo përshëndesim. Pimbi. Pimbi! Faleminderit. Glauk, Kemi një vjesh apo vjersh. përshëndetje? Përshëndetje. Këdo Forca Glauk, i përshëndesim. përshëndesim. Pimbi. Pimbi! Jupi, faleminderit. Elisa, Kemi vjersh? Po E themi vjershën, forca bukurosha. e kam dalës. E ke në greqisht, si e kemi? E kam shqip, po s'me kuptoj. Mirë, Skaj, Elisa, sa ta kujtojmë? Sa ta kujtoj Amari? Sa Sa ta ta kujtoj kujtosh shteta, ti, thot po? Amari. E themi. Amari? Shfaqes. E themi. Si të Çfarë duash ti, duash po do të thuash, themi? çfarë të duash ti? Amari, çfarë do thuash ti? Përshëndetje. Shojmë drejt me faqkat Këdo e bukura. përshëndesim. Bravo. Pumbi. Përshëndesim Pumbi. Ja japi Vasilit me që e Ja, kujtoj e se kujtoj pastaj na Vasili. i haron Vasili. Ha, Forca Vasili. si është vjersha? O dhjako si me
Cristina la mana e hisa to me mamuja sena në laza. Të lumë. Bravo, bravo. Ja, Bravo, edhe Elisa të e kujtoj edhe Elisa. Atreu, jashtë vitale, brenda në shtëpinë çdo anë lule. Lule jam u, lule jeti, lule është atreu, edhe çdo fëmijë. Të lumë, Elisa, lumë. Sofi. Vjeshën. Lapsi, sa çudi, bën një pike, bën një vi, bën një unde, bën një sy, bën një dore, bën një tjetër. Një njeri krijon një letër, lapsim sa çudi, kush ta dha këtë magji? Të Bravo, lumë. bravo. Joani na tha që kemi 2 vjesha. Po, Themi më një të falë, një parën. sekond, lapsit kush ja dha magjin Sofia, ja dha dora dhe mendja e fëmijës, apo jo? Po, shumë bukur. Joani kishte 2 vjersha. Themi të parën? Çojmë pak në këmbë të dukemi bukur? Ashtu. Jo Sofi, Jo, Sofi. se Joani nuk dukej këtu. Hajde, thona Joan vjeshën e parë. Foti, Si është vjeshën? lerini lodrat këtu. Lerini lodrat këtu. Hop, 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 jam një lepurush i vogël që kërcej si top. Hop, 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 kërcej mbi barin e njomë. Ky pyll është shtëpia jon. Oh, po qarë po shoh atje, nuk është as bar, nuk janë as jetë, e kjo nuk është fare gjë e mirë, pyllin po mërzitet. Të Pylli lumë. jot po Po sa mërzitet. Po tjetra cila është? Cila është vjesha tjetër se tham që do themi 2. Po, E themi do ta greqisht, si ti jetë? Hajde. Ime oni kita rasta podhja e hufte rasta vunaki mame kanenan dhe fovame. Të lumë. E dini pak a shumë të gjithë. Etieni, çfarë ka përgatitur Etieni, bukuroshi? Kemi një vjesh? E them. Jo, nuk ja ullim ne. Forca këte Etieni, shojmë te kamera drejt, kush ajo drita e kuqe dhe themi vjeshën e bukur. Forca Etien. Ime o Andruqos, kesto hanes tiz gravjas e feramera lefterias. Të lumë, Të po një lumë, përshëndetje shumë do të Bravo. bëjmë? Po, më thuaj, këdo përshëndesësh? Pimbin. Pimi, po mirë, po mësuese, pse ja ruat mësuesit? Le që thatë që ja u bëni kokë Wow, ndaulle. Joani ju puthi. Po, edhe ja ruat, e thot një përshëndetje, një puthje të madhe për të dyja mësueset, shpejt. I përshëndesim edhe ne. Njerëz di shqip di greqisht. Si në i themi rregull, dakor. greqisht të përshëndesim mësuese? Kalimera. Kalimera, në rregull. Zoe, një vjesh. Emi, i thamë Një në gjithë sekond. mësuese. Zoe, më trego pak një vjesh, ke përgatitur apo një përshëndetje? Një vjesh. Një vjesh, shojmë drejt Zoe. Sofi, Sofi, ta tani do dëgjojmë mbaroj pak? me do pi muj. Hajde. Nuk duam të mbaroj. Dan, e dëgjojmë pak, Unë jam një Zoe, lule vogël në livaf, më pëlqen dielli, uj dhe ajri bar, po mbi mua asini rajë kanat se një qise dhe një letër, kus për më dëmton dhe për mua nuk kujdeset pa tokë të pastër, unë nuk mund të rritem, pa blezve pa flutra, unë do të venitem. Të lumë. Të lumë. Bravo. Eros, një sekond. Me sa të jene përshëndeta, aslatigos, que se zmarques donde lino, ena me galos archigos. Të lumë. Po një përshëndetje do bëjmë Eros? Pa shojmë, bëjmë me Këdo dorë, këdo përshëndesim. përshëndesim. Këdo përshëndetim. Mamin, babin, vlezrit, motrën, mësuesen, shokët, këdo përshëndesim. Apo ju jep një puthje të gjithëve? Të gjithë, në rregull. kafshon pumbi. Foti, Jo, nuk kafshon foti, do pumbi. thuash në një vjesh apo një përshëndetje? Jo. Po, shojmë aty kë përshëndesim. Mi. Ta dëgjojmë pak Fotin? Këdo përshëndesim Foti? Mamin përshëndesim, në rregull. Atëherë, ne do të kalojmë në një tjetër hapësirë dedikuar fëmijëve, siç është ajo e prallës. Ndjekim interpretimin e Nëna Monës me prallën e radhës, po nga shkrimtari Odise Grillo. E ndjekim. Ja ku takuam përsëri bashkë, nuk mungojmë asnjë të shtunë. Dhe me sa di unë, shumë fëmijë po e dëgjojnë prallëzën tonë të bukur. E fillojmë atëre, të mos humbim kohë. Më dëgjoni dhe mësoni. Prallëza sot titullohet Një pikër në faqen e lirës. Na ishim
dy motra të bukura, të mira, të dashura, si dy qershi, i donin të gjithë. Ato ishin duararta, të papërtuara dhe kishin hënë në balë e në zemër kishin diellin. Aq të bukura, aq punëtore ishin. Të dyja i kishin flokët e verdha dhe faqet e kuqe, po kishin edhe dy sy që shkëndionin si flakërim, pa ishin të pastra si dëbora. Dhe në majtë të gjuhës kishin fjalën e mire të ëmbël. Ajo ju buronte nga zemra, nga shpirti e jo nga gjua. Me gjithë këto të mira që u kishte falur Zoti e prindrit, ato mund t'i ngatroje kur të duash, se ishin si dy kukulla vitrine. Të dy motrat nuk ndaheshin kur. Bashk qeshnin, bashk qanin, bashk hanin, bashk pinin, bashk flinin. Edhe gëzimet, edhe ndonjë qortim, bashk e ndanin. Këto motra në kishin lindur binjake dhe njërës i kishin vënë emrin Mira dhe tjetrës i kishin vënë emrin Lira. Prandaj dhe ngjasonin as shumë njëra tjetrën. Dhe nuk ngjisnin vetëm në fytyrë, po edhe në zemër, se të dy zemrat e vogla rihnin njësoj. Tani ju do më pyesni, po një ndryshim nuk kishin këto motrat? Dhe unë do t'ja u them, ndryshonin pak, po aman pak fare. Dhe a e dini pse? Se njëra prej tyre, në mes të faqesh, na kishte një pikë të vogël sa një kokërmel. Kjo pika ishte e zezë dhe shkonte aq shumë me faqen e bardhë të kuqe si një cibës molle. Për shkak të kësaj pike, dy motrat kanë patur shumë gëzime në jetë, po ndonjëherë kanë patur dhe ndonjë qortim. Ah, sikur të kishte patur dhe Mira një pikë të tillë. Sa mirë që do t'ishte. Mirë po, në qoftë se s'kishte pikë të lindur, të dy motrat e kishin gjetur anën dhe çastin e dur, edhe njërën dhe tjetrën sipas rastit. Heri shikoi me një pikë dhe erë pa pikë, se mendja e tyre bente mrekullira. Në fillim, kur ishin të vogla fare, për shkak të asaj pikës, prindrit e gjenin lehtë se cila ishte njëra e cila ishte tjetra. Po kur u rritën dhe nisën të esin me në këmbët e veta, dy motrat na bënin një marifet që e nxorën nga mendja e tyre, dhe prindrit nisën t'i ngatronin e të mos i gjenin dot cila ishte Mira e cila ishte Lira. Po, kështu ka ndodhur. Njëherë, Mira na bëri një gabim të vogël për moshën që kishte. Po jo për ata që janë të rritur, po për ata veprimi Mirës ishte gabimi madh. Kështu, njëherë Mira hyri në lulishten e bukur të qytetit, ku lulet kishin shpërthyer si ylli në qiell dhe pa marrë lej, filluan të këputnin trëndafil, karafil, lule, bore, tulipan, zambak dhe bëri një tufë të madhe me lule për t'ia çuar edukatores të kopshit pasi kishte ditëlindjen. Sa e morën vesh, shoqet e shokët vrapuan në shtëpinë e tyre dhe deshin ta qortonin. Mirë po, aty gjetën 2 lira, pasi të dyja kishin nga një pikë në faqe. Se kur mësoi Lira që motra kishte gabuar, mori kremin, mori pudrën që mbante mami, tak fak, dhe i bëri dhe Mirës një pikë si ajo që kishte vetë. Dhe kështu shoqet nuk e gjetën kush ishte Mira e cila ishte Lira, se ishin të vogla dhe si kishte shkuar mendja tek dushi.
Atë që nuk e gjetën voglushët, e gjetën prindrit e binjakëve. Dhe kur nëna e tyre tha, hajde t'ju bëjmë një dush gocave. Pasi i lanë mirë dhe pika u zhduk, babai dhe nëna e gjetën se gabimin e kishte bërë Mira. Atë çast, të dyja motrat ulin kokën dhe sytë e tyre nisën të lotojnë. Nuk kaluan shumë ditë dhe Mirën e lavdëruan edukatorët e kopshtit se kishte bërë vizatimin më të bukur e më të pastër. Po a e dini që kishin vizatuar? Tomin dhe Xherin duke përqafuar. Nga që e kishte qanë me lot, vizatimin e vendosën në ekspozitën e kopshtit. Kur e morën vesh këtë gjë, shokët vrapuan në shtëpinë e tyre për ta uruar e për ta përgëzuar. Mirë po, aty gjetën 2 lira, pasi të dyja kishin nga një pikë në faqe. Se kur shkuan në shtëpi, binjakët na bën marifetin e parë. Me kremin dhe pudrën, Lira i beri një pikë si të vetën, edhe Mirës. Kështu, ato ngjanin si 2 pika uji. Prandaj dhe shoqet nuk e gjetën dot se kush ishte Mira dhe kush ishte Lira. Atë që nuk e gjetën dot voglushët, e gjetën prindrit e binjakëve kur nëna u tha, a nuk shkojmë të bëjmë një dush vajza? Pasi u lanë mirë dhe pika e pikturuar u zhduk në rrjedhën e ujrave, babai dhe nëna e gjetën duke lavdëruar Mirën. Atë çast, të 2 motrat ulën kokën dhe qeshën e nga gëzimi lëshuan dhe pikalot. Kështu, 2 motrat e Mira, të bukura e të dashura, që quheshin Mira e Lira, gjithmonë i ndanin gëzimet bashk, po edhe qortimet, po i ndanin dhe me shokët e shoqet, me edukatorët e me prindrit, sa ato në zemër kishin diellin dhe në ballë kishin hënën. Mbaroi pralla jon. Ju pëlqeu? Atëre, të dashur fëmijë, duajini motrën, vllajin, ndihmojini, respektojini, po mos ja u fshini kur gabimet që ata bëjnë, pavarësisht sa e doni njëri tjetrin. Tregoni të ndershëm dhe të drejtë. Megjithatë, ato e ndihmonin njëra tjetrën, po duhet ta ndihmojnë njëra tjetrën kur kemi të drejtë. Asnjëherë mos u mundoni të gënjeni dhe të fshihni gabimet e njëri tjetrit. Shpresoj që pralla ju pëlqeu. Miru pafshim, miru takofshim të shtunën tjetër. Miru pafshim. Pas prallës së bukur të Nëna Monës, ne jemi rikthyer për të bërë mbylljen e emisionit edhe për këtë të shtunë. Unë dua të falenderoj të dyja mësueset e shkollës Omiros dhe mbi të gjitha fëmijët e parashkollorit të cilët erdhën. U kënaqët në emision ju? Po, ju pëlqeu pralla? Duket entuziazmi se sa janë kënaqur. Ti Tea u kënaqe? Po, unë u kënaqa vërtet shumë. Sirën e kaluar me ata fëmijë, por dhe kësaj radhe. Ju Pimbi dhe Pumbi u kënaqët? Shumë. Okej, jeni dhe ju. Shumë në rregull. Unë dua të falenderoj butik Natalia e Ailin Ana, e cila bën të mundur veshjen time, si gjithmonë veshjet më të mira cilësore dhe mos harroni. Me këtë stin ka veshje shumë të bukura, të lehta, plot stil dhe elegancë. I gjeni vetëm tek Bulevard Republika dhe në rrjetet sociale. Deri të shtunën tjetër, Tea? Shihemi të shtunën tjetër dhe miru pafshim. Miru pafshim.